mbyllur dhe kanë mbajtur këtë sociologjia e elitave. Pra është një terminologji që këta kanë rregulloren e tyre të brendshme dhe ndjen të paprekshëm nga politika. Pra sepse kushdo joshet për të marrë një pjesë, një dakordsi aty brenda dhe hajde se po mbyllim një sy se si më thënë, është ajo ideja që dua ta them shumë thjesht që ne sikur vlejmë më shumë se këta. Pra ju krijohet shkëputën nga realiteti, humbasin empatin komplet dhe kalojnë në një lloj vetbesimi tjetër që ne jemi më të mirë se këta. Pra ne jemi ata që e vendosim, e orientojmë botën sepse kjo është toleruar. Dhe këtu flasim për shoqërinë më demokratike, flasim për zemrën e Amerikës në këtë rast, por ka përfshirë gjithë globin. Dhe kjo vjen gradualisht. Asnjëherë nuk vjen sot për nesër. Ju është toleruar hera e parë, kanë thënë po për këtë unë nuk u kapa, është hera, dytë herë të pastaj arrin në një pikë që ajo gjëja që ata bëjnë duket normale. Përsa kohë askush nuk ndërhyn dhe përsa kohë askush nuk reagon, ne sot po reagojmë. Mbasi janë bërë gjitha dëmet. Kemi vajza që janë vetvrarë. Pra nuk u reaguan në kohë, vajzat nuk u besuan, se shpesh herë ato bëhen fajtore, sepse janë të shumta mendimet sepse nuk besohen vajzat. Dhe pse heshtin kryesisht viktimat, po do rimarim sërish së bashku këtë temë. Marlin, pse tani publikimi ka pasur shumë kohë që është kërkuar publikimi e këtyre dosjeve, por duket që tani është një moment i përshtatshëm, sepse janë retushuar, sepse ka teori konspirative që mund ta lidhin edhe me situata gjeopolitike të tjera, ku qëndron realisht publikimi tani i këtyre dosjeve të Epstein? Fillimisht duhet themi që kemi të bëjmë me një organizatë terroriste ndërkombëtare pedofilesh. Bëhet fjalë për shfrytëzimin e të miturve me mira të mitur, të cilët kryesisht janë tregtuar si sklever nga bota e tretë, paktën nga Afrika dhe nga Azia, të cilët janë dërguar në ishullin e Epstein për të shërbyer atje nga format më të ndyra seksuale. Kana tjetër pse në këtë moment kemi të bëjmë me një situatë tepër të nxehtë gjeopolitike dhe gjeostrategjike. Jemi në prag të goditjes së Iranit dhe ka shumë zëra në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos të gazetarëve që shprehin qartë që dosjet e Epstein po përdoren si formë shantazhi kundrejt disa politikanëve që hezitojnë të godasin Iranin. Pra, Donald Trump mbase i percepton si shantazhe që mund vinë nga ndonjë agjenci inteligjencë e huaj që në dosjen e Epstein gjejmë kontakte të jashtëzakonshme dhe të shpeshta të Jeffrey Epstein në raport me inteligjencën izraelite, në emailët e tij ai kishte një komunikim të vazhdueshëm me ish kryeministrin e Izraelit Ehud Barak. Në një nga ato komunikimet Ehud Barak i shprehej që i kam kërkuar Vladimir Putin të na sjellë 1 milion rus në Izrael që kështu të rregullojnë balancat e popullsisë në raport me arabët. Dhe në këtë kontekst duket se dosja Epstein po përdoret si formë shantazhi ndaj Trumpit, por gjithsesi më pas do shikohet nëse vërtet do kemi një goditje të Iranit, atëherë do të thotë që vërtet Donald Trump mund të ketë implikime të rënda në raport me shfrytëzimin e të miturve në raporte seksuale. Fotot që janë publikuar, vetëm diçka, fotot që janë publikuar apo materialet që kanë dalë publikisht të Trump me Epstein janë të pafundme, por duke qenë shumë korrekt, politikisht korrekt me ato çfarë në fakt mund të konsiderohen edhe si krijime të AI-t, sot kemi preferuar që të përdorim shumë pak nga fotot që mund të jenë gjeneruar, që dalin publikisht, apo dhe drejt për drejt nga dosja për të mos krijuar apo mos vënë gishtin askund tek personazhet të cilët përmenden. Më pas do të kemi bllokun e zi të Epstein, por kjo nuk do të thotë që të gjithë personat që janë atje janë fajtori, mund të jenë të përmendur, mund të jenë bashkëpunëtor, por këtë duhet ta zbardhë drejtësia. Qartë, absolutisht. Dhe në këtë aspekt do shikohet nëse do kemi një luftë frontale që populli amerikan në masë është shprehur kundër një lufte të cilët nuk i përket popullit amerikan, rreth 70% e popullit amerikan janë shprehur kundër luftimeve për një palë në favor të një pale të tretë. Dhe në këtë aspekt, patjetër që shërbimet e inteligjencës apo këto shërbimet e nëndveshme, patjetër që e përdorin edhe shantazhin seksual si formë shantazhi për të arritur objektiva politik. Por ajo që ka shihet në dosjen e Epstein është se kjo dosje ka kaluar konceptin e shantazhit seksual, ka kaluar në disa aspekte të pamenduara dhe deri në nivele shtazarake, duke përdhënuar fëmijë dhe duke kaluar edhe në rite të ndryshme satanike që përmenden hera herës në këtë dosje. Por më tepër se kaq, kjo është një siren alarmi për treguar se si edhe në vende demokratike, se si edhe në vende që
pretendojnë eksportin e demokracisë në aspektin global të